të në kuptimin më të gjerë, po them, na jemi 6 vëllezër, vetëm njërin e kemi në Suedi, 92-ën ka shku mas meje, edhe ai ka qenë gazetar me profesion, koleg jemi konë, edhe 5 vëllezër tjerë jemi në Kosovë. E kemi 6 shtëpia, njëna pas tjetrës, edhe kalujem shumë mirë. Unë e bile e kom bo së funit një këngë në YouTube e kom për vëllezërit e mi. Dhe më thënë edhe nisi shumë keq këngën, të dashtë të mishtin njerëzit me zgjuku reshtin, adin. Dali unë në balkon të shtëpia ime, i pa rrumë, i pa sa e mësu prej gjumit, edhe fillon kënga kush e foli, kush e tha, është mirë të kesh vëlla. Cigarën në gojë dhe rakin për para, as njonën se përdori, as rakin as duhonin. Thëmë, kush e foli, kush e tha, është mirë të kesh vëlla. Po të ishe mirë vëllaznia, do kish njo dhe perënia. Se thojnë e fjole popullore më hënë vlau i mirë ka zotin jo. Edhe mane njerëzit i menu ku qa pas ka ndodhë me këta kështu. Mane dalim na 6 vëllezërit me një restoran me teshat njejta, me kollare edhe unë e të radal. Thamë jo mërë jo nuk është ashtu, unë kam vëllezër dhe i du. Falemderit o zotë thamë për 5 vëllezër që i kom. Edhe se cilit nga një strovë më ndej. Ka edhe pak humor aty. E kështu që desha me thonë që ku e ndigjojmë në borë, një zonë që është më njësë, ku e ndigjojmë që aty shkojmë. Ka njo, bom i tubë, kafe. Edhe në pushime shkojmë bashkë. Edhe në pushime bashkë. Edhe e kalojmë mirë, e ku kesh të thonë, edhe në 5 vëllezërit që jemi këtu, asë në fëmi nuk e kemi jashtë. Dhe me thonë, unë i kom 4 fëmi. Atëherë nuk pas këtë shumë diasport në familje. Jo, absolut. Kështu që takomi me ata që kemi, unë kryesisht kalojnë në Bregdet tash, i kemi një 2 banesa, vajzë. Ana e nanës po, krejt gati janë diasport. Po, edhe ata vinë, kështu që... Edhe atje shkruj dhe një gjanë, kështu vinë këta herë, shkoj herë, këthejme mirë. Dhe me thonë, jam i knashën, jam i lumëtën, përgjithsi.